që sot është dita e 18 dhe jemi përsëri bashkë këtu, duke bërë qendres në kësaj klike mafioze kriminale që e ka pushtuar Shqipërinë. Tani fillimi ishte fryma, ishte ndërgjegjësimi dhe e ndjej e besoj që e kemi arritur ndërgjegjësimin e plot. Tani ne duhet të kemi qendresën, të rezistojmë, edhe pse nuk e ka ndoshta shijen e mirë, por të jemi të durueshëm dhe të vim këtu çdo ditë duke frymëzuar njëri tjetrin, duke lajmëruar njëri tjetrin, sepse nuk ka kthim mbrapa. Nuk ka kthim mbrapa! Nuk ka kthim mbrapa! Nuk ka kthim mbrapa! Nuk ka kthim mbrapa! Çdo kthim mbrapa do ishte fatale për ne, sinqerisht. Janë gati peshkaqenat me na kafshu dhe me na përzon. I kanë përzon gjithë shqiptarët, nuk do lënë as shqiptarët e fundit në Shqipëri. Vetëm ato dhe Bangladesh, as afrikanë nga gjithë bota e tretë. Ku diun çfarë bojnë ato? I kanë ato prej të tyre ogursese. Ju lutem, kthoni se ton mendoni dhe shikoni çfarë kemi bërë. Deri dje ishte një lloj pesimizmi, ishte një lloj dëshpërimi, por shqiptari në momentet më të vështira e ka treguar ndaj perandurive, ndaj pushtuesve, ndaj diktaturës, ndaj kujto që ngre krye ndaj shqiptarit, që shqiptarit bashkohet për një Itali, për ta mbrojtur familjen e tyre, për ta mbrojtur gjakun e tyre, ADN-in e tyre, dhe ne do luftojmë. E vetmja zgjidhja është lufta dhe vetëm es përpara. Dhe përpara ne do ja dalim duke besuar tek njëri tjetri. Ju dua shumë qilde dhe përzëri nesër, mas nesër, dhe çdo ditë mos të ndaleni, ta morri përpara këtë që është kundër nesh. Ju dua shumë të gjithë. Roma jepe dorëç. Të gjithë mekanizmat e shtetit janë vënë punë të na intimidojnë, të na bëjnë presione, të na arrestojnë, por kam bindjen që policia është me ne, por janë të shtypur nga ky regjim. Këtu nuk kemi vetëm për Vjosa Hoxhën, për Najën e Top Channel që është përfituesja më e madhe e inceneratorëve. Këtu nuk kemi vetëm për Çet Kastratin, këtu nuk kemi vetëm për Bashki Mulajn, këtu nuk kemi vetëm për Zamir Manen, këtu nuk kemi vetëm për Aleksandr Frangaj, këtu nuk kemi vetëm për Sorosin, këtu nuk kemi vetëm për krimin, këtu nuk kemi vetëm për korrupsionin, këtu nuk kemi vetëm për patronazhistat, këtu jemi nuk jemi kundër punëtorëve të ndershëm të administratës që ju bëjnë sot presion. Vetë na fshin rrjetet sociale se nuk jemi këtu për followers. Këtu jemi pa parti. Këtu nuk jemi për fe. Këtu jemi të papërçar. Këtu jemi të gjithë bashkë për një qëllim. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Këtu duhen intelektual të penës dhe që kanë guxim për thënë dhe jetën. Këtu jemi në një luftë me një sistem kriminal të organizuar. Këtu jemi për familjen, për fëmijët pa hormone, për të jetuar një jetë të qetë. Këtu jemi për të vërtetën që disa televizione nuk e shfaqin. Këtu jemi për të rinj të shkolluar që të mos djegin shembujt e gabuar. Këtu jemi të gjithë organizatorë. Këtu jemi deri në fund bashkuar. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Nuk ka gjë më të fortë, nuk ka gjë më fituese se një ide të cilës i ka ardhur koha. Jam me bindje të plot se ka ardhur koha që ky popull ta kërkoj dhe ta fitoj dignitetin e humbur në 10 vite.
është tribuna e njerëzve të papërfaqësuar deri tani, të braktisur nga shteti, të parespektuar dhe të suntuar në mënyrë më morale nga krimi dhe nga aleanca e politikës larg me krimin. Nuk ka organizim më të fortë se ai që ngjiset nga shpirti një populli që do liri, që tashmë është i vetëdijshëm se nuk ka rrugë tjetër për të jetuar me identitet vendin e tij, vetëm se të çohet dhe të përballet. Dhe mendoj se nuk duhet lodhemi kurrë duke kërkuar të drejtat tona, duke qenë bashkë pavarësisht ndarësive politike, por që të bashkojë fryma e identitetit dhe fryma e Shqipërisë lirë. Mos u të rishni kurrë nga drejtat tuaja. Ju këtu po shkruani një faqe të re të historisë Shqipërisë, po shkruani të ardhmen dhe jam i sigurt se pas pak kohësh do t'ja ndjeni shije fitores. Çdo ditë që jemi bashkë është e fitore. Ju falenderoj gjithë, ju përgjapoj gjithë. Do të kujtoj pak se ci është hiti verës, Ramambur Berisha Bur, Ramambur Berisha Bur, Ramambur Berisha Bur. I them dit qaci kryeministrit se ato izraelitët nuk janë miqton, nuk janë miqton, ata janë miqton, edhe armisë e gjithë botës. Sazani edhe Zverneci nuk është pëshitje, ajo është toka e shqiptarëve, është toka e shqiptarëve! Po, bërë shumë padrejtësi, a i kryeministri jonë, sidomos në sport, në futbol, shumë padrejtësi. Nuk ka shëndetësia ilaçe që ona për të mëshuar, kurse pensionin i Ramambur Berisha Bur! Këtu jemi kundër gjitha deklaratave raciste, qofshin ato antisemite, islamofobe, me radhë. Ne jemi këtu për gjithë jemi të bashkuar dhe qëllimi joni për bashkët është luftojmë këtë që në luftojmë neve. Prej qeverisë, të oligarkia që është pas qeverisë, e deri të kriminalit që qëndrojnë pas oligarkëve. Ramambur Berisha! Ramambur Berisha Bur! Që me dëshminë e Julie Mades në vitin 1885. Mimbrëmër është Shqipëri e bekuar, që Zotit ka bekuar dhe ju rini që jeni këtu dhe keni dhënë kaq entuziazëm.